Portofoli digital europian, një mjet identifikimi për miliona qytetarë në BE. EUD Wallet, portofoli identitetit digital europian, ofron Europën në një rend digital unik, të sigurt dhe të besueshëm. Ministria e Qeverisjes Digjitale dhe Inteligjencës Artificiale përmes përditësimeve të drejtuara teknologjike dhe nismave institucionale po vazhdon harmonizimin e plot të aplikacionit në kuadrin europian, i cili në vitet në vijim do të bëhet mjeti kryesor identifikimi digital për miliona qytetar në të gjithë Bashkimin Evropian. Gold.gr Wallet është tashmë një nga aplikacionet më të plota të identitetit digital në Europë. Ai është adoptuar gjerësisht nga qytetarët dhe aktualisht përmban më shumë se 20 dokumenta dhe funksione digjitale. Mes tyre përfshihen karta identiteti digjitale, patent shoferi si dhe sistemet e identifikimit digital për aksesin e tifozëve në ndeshjet e futbollit dhe basketbollit. Aplikacioni gjithashtu integron mekanizmin evropian verifikimit moshës të paraqitur nga Komisioni Evropian verën e kaluar, që mundëson verifikimin nëse një përdorues, për shembull, është më shumë se 18 vjeç pas zbuluar informacion personal të panevojshëm. Në të njëjtën kohë, përmes portalit të qytetarëve, qytetarët duhet të aksesojnë drejt për drejt dhe në mënyrë të sigurt dokumentat zyrtare dhe komunikimet e administratës publike, dhe në aplikacion është integruar gjithashtu asistenti digital i bazuar në inteligjencën artificiale MyGo, një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një ekosistemi digital ndërkufitar. Ishte interkonektimi i portofolit Gov.gr me portofolin digital të Kipros, Digital Citizen. Greqia dhe Kipro janë shtetet e para anëtare të Bashkimit Evropian që nisën këtë bashkëpunim, duke mundësuar përdorimin e identiteteve digjitale dhe patentave të shoferëve mes dy vendeve. Kjo praktik shërben si një model interoperabilitetit në projektin evropian dhe ofron një eksperiencë të vlefshme për zhvillimin e shërbimeve ndërkufitare.